me këshilltarët që asistonin presidentin, që ishin këshilltar juridik, këshilltar të linjës. Dhe natyrisht jam informuar në përfundim të ditës së punës, që takimi ishte realizuar, e kishin dëgjuar, kishin dhënë mendimet e tyre dhe në fund fare ajo që ishte shumë e rëndësishme është që nuk kishte të bënte fare me jurisdiksionin dhe me detyrat që kishte sipas kushtetutës presidenti apo presidenca. Pse? Sepse kjo pronë e ushtrisë ka kaluar me planin e përhapjes qysh në gushtin e vitit 2007. Pra në atë kohë, kjo pronë nuk ishte më pronë e ushtrisë, por administrohesh nga strukturat administrative shtetërore, dhe ishte futur në linjën e privatizimit, që s'kishte fare lidhje. Ishte shqetësuar për pronën, sepse sipas këtij vazhdonte të ishte nuk kam pasur, domethënë, dieni në hollësi. Por është trajtuar, pra është respektuar, është dëgjuar, janë dhënë mendime dhe janë thonë që nuk është çështje e presidentit dhe presidencës. Nuk thash që ky proces i planit të përhapjes ishte gjithashtu në kuadër të reformave të ndërmarra, në kuadër të antarësimit të vendeve në NATO. Dhe që asistohej shtabi i përgjithshëm edhe nga ekspertë. Nga ekspertët më të mirë të NATO-s. Ku përfshihej edhe plani i përhapjes. Patjetër, tek plani i përhapjes ishin shumë element teknik që ishin në jurisdiksionin e shtabit të përgjithshëm. Si morët vesh që në këtë pronë ushtrie ishte pikërisht Sport Klub Partizani? Ndoshta është marrë vesh më mbrapa, sikur se kanë marrë vesh të gjithë. Pra, në interesin kushtetues ligjor të presidentit, janë ato që i referohen për dalë nga plani i përhapjes si numra, reparti ushtarak. Dhe cili ishte institucioni që kishte kompetencë për të hequr nga plani i përhapjes? Shtabi i përgjithshëm, që ja paraqiste presidentit, pra, për ta qartësuar shumë e rëndësishme. Plani i përhapjes në kuadrin e reformave kishte 3 dimensione. Dimensioni i parë ishte dimension politik. Pra e kishte qeveria, e kishte Ministria e Mbrojtjes për ta futur, për ta integruar me reformat e kërkuara. E dyta ishte ekspertizë, që ishte e shtabit përgjithshëm. Dhe këta vinin në një procedurë zyrtare, vinin tek presidenti për të marrë aktin juridik të firmosjes. Pra presidenti asnjëherë, sipas ligjit kushtetutës, nuk është marrë me përgatitjen e planit. Sipas jush tani më që ka kaluar vite, kjo pronë nga plani i përhapjes. Edhe si komandant i përgjithshëm i forcave të NATO-s që keni qenë. Tani duhet të më mirë kuptoni, kjo është një çështje në gjykim. Mendimet pasaj janë mendime personale, individuale, një opinion. Unë nuk mund të them. Nuk mund të them. Morët pjesë në një proces dëshmitar ndërmjet të rëndësishmit. Ishe prori juaj politik dhe kolegu juaj zoti Sali Berisha e cilëson këtë një proces politik. Në leximin tuaj si politikan, po si njohës i ligjit, është një proces politik apo bazuar mbi fakte? Shiko. Çfarë pat thënë gjyqit? Edhe një herë, shiko. Unë jam besoj një nga njerëzit që kam respektuar në mënyrën më absolute të drejtat, detyrimet që kanë institucionet dhe në fund fare e drejta për të qenë i gatshëm për të marrë pjesë në një proces gjyqësor kur kërkohet transparencë dhe drejtësi. Edhe njerë ju a them, është një proces në gjykim. Tani unë nuk mund dalë këtu të jap deklarata të natyrës politike të paragjykoj. Këtë se paragjykoj dot. Nuk e paragjykoj. Vladimir Qiriazi ndjenin tuaj më pas përse lëvizi nga... Nuk e di fare, ka qenë i jashtë jurisdiksionit të marrëdhënies së presidentit me zotin Qiriazi. S'ka qenë fare pjesë e nomenklaturës së presidentit. Jeni pyetur ndonjëherë nga stafti këtë çështje zotëri? Po natyrisht. Natyrisht, para se të vi momenti i gjykimit, unë jam pyetur, kam thënë këto gjëra. Faleminderit edhe juve. Ishte kohë e shkurtër apo mjaftueshme që ju brenda një muaji mbasi u bë presidenti i Republikës firmosët pikërisht një proces të rëndësishëm. Shiko, e drejta kushtetuese e presidentit është qysh nga ora e parë kur futet në zyrë. Pra nuk është një proces që është përgatitur nga presidenti që kërkon kohën fizike
Kjo është një proces që është përgatitur nga institucionet e tjera, ka ardhur në atë kohë, koha ishte që në bazë 6-7 muajsh ne do të paraqiteshim në Bukuresht për të marrë ftesë për antarësim, ishte kohë reformave intensive dhe detyrat ishin ekskluzive të shtabit që kishte edhe ekspertizë në huaj. Si kuptuat të pyetjen e Zotit Amador Maltezi, i cili insistoi 2-3 herë në pyetjen e tij për pronën që sipas tij nuk kishte qenë, nuk përmendej në planin e përhapjes gjatë vitit 2004-2007, 2006. Nuk e di unë, sepse plani i përhapjes, ju a thashtë edhe një herë, teknikisht përgatitet nga shtabi i përgjithshëm. Nga ta di presidenti që vjen 2007, nëse ka qenë apo s'ka qenë. Në rast ata kanë paraqitur një gjë që normalisht s'duhet ta kishin paraqitur, çështja e tyre. Që mund të jetë? Nuk e di. Jo, këtë unë nuk e di. Nuk e di, nuk kam informacion për të thënë. Por që i hapi rrugën privatizimit më pas. Shiko, ka rrugë se jemi duke bërë intervistën ndoshta në 40 gradë. Dhe unë jam edhe me kostum për të respektuar institucionin. Megjithatë edhe në respektin tuaj kemi pasur gjithmonë komunikim shumë të mirë. Tani rrugët janë të ndryshme që paraqet ligji. Një pronë që del nga plani i përhapjes del si pronë shtetërore prapë. Pastaj ajo pronë mund të qëndrojë shtetërore në rast se doni mendimin tim, apo jo. Po mendimi është konform ligjit. Mund të jetë pronë shtetërore të qëndrojë, ku atje mund vendoset një aktivitet i shtetit, mund të transferohet si pronë publike tek bashkia, ke pushteti vendor, sipas ligjit të decentralizimit. Dhe treta mund të futet në rrugën e privatizimit, dhe të trija këto rrugë janë të ligjshme. Se si bëhet pas